Ju thash që në kuzhinë që do të flasim për shëndet, për mirë ushqyerje, natyrisht lidhur edhe me problematika shëndeti, ku përgjithsisht Alkendi kujdeset që të jenë sa më popullore, nëse mund të quaj kështu, problematika që i njihni dhe ndoshta shumë prej jush kanë nevojë të marrin një informacion. Të them së pari mirëmëngjes, Alkendi shumë nutricionist dhe kemi ushqimore është me mua në studio. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, si gjithmonë shumë kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja, por më tepër që temën për cilën do flasim sot, shpesh e kam ndeshur si nga njerëzit, ashtu edhe nga mjekët, shumë delikate, për vetë faktin se shpesh njerëzit e neglizhojnë për çështje tabush, për çështje komplekse që mund të kenë për t'ia rrëfyer mjekut si shqetësim, trajtimet po janë jo fort të lehta. Do flasim për hemoroidet sot. Është e drejtë në fakt dhe trupi jo nuk është se në raste problematikash të ndryshme, nuk është se na kap dhe na shkon dhe na thot gjose ke një problem, por ne jep sinjale të cilat manifestohen në simptoma të ndryshme dhe një nga sinjalet më të rëndësishme që në fakt nuk duhet neglizhuar asnjëherë janë problematika e hemoroideve, ku në fakt ato krijojnë shqetësime goxha serioze, le të themi. Hemoroidet nuk janë, se mund të kemi edhe njerëz që ndoshta nuk e dinë çfarë është hemoroide. Patjetër, ne mund ta bëjmë një shpjegim pa diskutim. Hemoroidet janë praktikisht, le të themi, zgjerime të venave të gjakut në pjesën fundore të zonës zorrës së trashë, pra në zonën anale të saj. Në ndërtimin tonë fiziologjik dhe anatomik të gjithë kemi vena gjaku në atë zonë, por presioni i lartë i gjakut ose inflamacioni apo mosvendosja e durë e tyre në atë zonë mund të krijojë fryet e tyre, çfarë më pas shkaktojnë hemoroide dhe japin ato shqetësimet. Hemoroidet në fakt klasifikohen në disa grupe, në 3 grupe nëse do t'i rendisim njëra me tjetrën. Pra kemi hemoroide të brendshme, të cilat nuk është se japin një shqetësim, sepse vetë ndërtimi i zorrës së trashë në pjesën e brendshme të saj nuk është se ka shumë mbaresa nervore, të cilat janë le të themi adapte për të marrë sinjalin e dhimbjes dhe për të transmetuar më pas në sistemin nervor, ku ne ta perceptojmë si një dhimbje apo si një shqetësim, dhe ato kalojnë le të themi lehtëshëm pa as edhe një lloj shqetësimi, çfarë na e bën më të vështirë detektimin e tyre. Kemi hemoroidet të jashtme, të cilat këto në fakt janë më të cikletshme, sepse është zona me mbaresa fundore më të ndjeshme, pra në pjesën e zorrës së trashë, dhe ato janë relativisht le të themi shumë shqetësuese dhe japin shqetësime nga më të ndryshme deri tek mungesa e bërjes së një gjumi të rehatshëm. Dhe hemoroidet të trombozuara, të cilat janë faza le të themi e fundit, pra ky individ e ka lënë fare pas dore veten e tij, nuk i ka marrë ato sinjalet e para të shqetësimeve që hemoroidet japin, dhe aty ka ndodhur një pikë si gjaku që ka kryer këtë procesin e trombozës, le të themi, siç edhe e njohim. Patjetër që ka shumë faktorë që ndikojnë në rastin e hemoroideve, ushqimi është një prej tyre, prandaj unë sill gjithmonë produkte nga më të shumta nga kompania Neranti. Madje ndonjë ditë do vi me një kamion të tërë sepse nuk më mjafton këta tavolina. Unë mendoj të bëjmë një lidhje direkte nga një nga pikat e dyqaneve Neranti dhe të rrim aty me orë të tëra. Kaq shumë gjëra kemi për të zbuluar. Por marrim vetëm disa. Të nisim më një herë me disa prej tyre, patjetër. Prandaj përmendaj që ka shumë faktorë të ndryshëm, pra nga dieta që ndjekim, nga mënyra se si bëjmë procesin e jashtëshitjes, pra mënyra se si qëndrojmë në fakt. Sepse këto janë dhe tema pak tabu, siç edhe përmendëm në fillim, dhe ndoshta mund të konsiderohen si diçka jo e këndshme apo e hijshme për të diskutuar, por ja që duhet diskutuar sepse është një problematikë shëndetësore. Dhe mënyra e pozicionimit në procesin e jashtëshitjes ka të bëjë shumë edhe me hemoroidet. Ka individë të cilët janë të prekur më tepër dhe le të themi gratë janë ato që preken më tepër nga hemoroidet, sepse kanë dhe procesin e sindromës paramenstruale, por edhe shazanie cila ushtron një presion, le të themi, në pjesën e poshtme, pra nga mesi e poshtë, çfarë shkakton një rritje të presionit të gjakut aty dhe formimin e hemoroideve më shpesh. 1 në 5 femra në fakt preken nga hemoroidet, ndërsa për meshkujt është 1 në 15. Pra janë pak më të privilegjuar në thonjza, le të themi. Patjetër, dieta ushqimore është ajo çfarë ndikon, le të themi, në parandalimin apo në mbajtjen e tyre, sepse kemi dhe faktorët genetik të ndryshëm për sa i përket hemoroideve, dhe ky është rasti më i mirë për të kujdesur për dietën tonë. Dhe si e bëjmë atë, si e realizojmë, patjetër duke konsumuar ushqime siç është dhe grupi i legumeve. Pothuajse nuk mbaj mend një emision që mos ke marrë legume me vete, sepse janë shumë esenciale, pra janë shumë të paketuara me fibra. Dhe fibrat, për të gjithë që duhet të na ndjekin, sepse dëgjojmë fibra, pse bëjmë fibrat, pse duhet i konsumojmë fibrat. Janë ato, le të themi, skrabi natyral i zorrës së trashë, çfarë nxjerrin, le të themi, të gjitha mbetjet prej saj.
Hemoroidet, praktikisht problemi kryesor, është një jashtëshitje e shëndetshme. Dhe si realizojmë në një jashtëshitje të shëndetshme duke konsumuar mjaftueshëm fibra, siç është dhe kategoria e legumeve nga kompania Neranzi. Pra, kemi kombinime të ndryshme, mund të kemi qishra, mund të kemi fasule, por mund të kemi edhe supra të kombinuara me legume edhe drithra. Fibrat në fakt ndahen në fibrat të tretshme dhe në fibra gjysmë të tretshme. Ato të patretshmet janë fibrat të cilat nuk thithin masë ujore dhe janë aty luajnë vetëm rolin e rritjes së masës së sasisë së feqes, ndërsa fibrat gjysmë të tretshme janë ato të cilat arrin të hidratohen dhe të thithin masë ujore. Pra, legumet e përmbajnë atë, por edhe faraçia, farat e linit apo mielli i farave të linit i përmbajnë në sasi shumë të lartë të këto dhe madje të gjithë mund ta kemi parë kur kemi përzier faraçia me ujë ose me qumësh ose me kos, ato kanë formuar një lloj strukture, një lloj xheli rreth e rrotull, ku nëse dhe në dorë mund ta kemi marrë ndonjëherë e shtypim është si një formë suste. Ajo është një stres mucilagenoze e cila një lloj dhe në sistemin ton gastrointestinal në zorën e trash, ajo ka për të fryrë, ka për të thithur ujë. Dhe një fakt interesant është që nëse konsumojmë shumë fibra një ditë përpara dhe peshohemi ditën tjetër, mund të jemi 1 deri në 1.5 kg më të rënd në fakt. Vërtet. Po, por nuk është për të shqetësuar sepse kjo është thjesht masë ujore. Pra këto fibra në zorën e trash arrin që të thithin ujë nëpërmjet mureve të zorës së trash, pra ujin që ne konsumojmë praktikisht dhe qëndrojnë aty. Dhe në momentin kur trupi kryen procesin e nxjerrjes së lëndëve të cilat nuk ka më nevojë, atëherë ne rikthehemi përsëri në peshën normale. Pra është një shtesë artificiale kjo, e Po, kuptoj. pra është një rritje në peshë artificiale. Patjetër që përveç fibrave janë të shumë të pasura dhe minerale të ndryshme, këtë nuk duhet të harrojmë, por duhet të kemi një diçka në konsiderat, sepse legumet kryesisht, duke qenë se janë burime bimore të produkteve ushqimore, nuk janë të plota me proteinat esenciale. Pra, një protein që të jetë e kompletuar duhet të përbërë nga 9 aminocide esenciale. Fatkeqësisht, produktet me origjinë bimore, nëse marrim vetëm në një kohë të vetme, nuk janë të kompletuara. Dhe prandaj kemi kombinime shumë të zgjuara dhe shumë efikase, të cilat kompania Neranzi gjithmonë i ka sjellë në mënyrë më të mirë dhe bëhet fjalë për supën e fshatit, që është një nga të preferuarat e mia. Edhe ne kemi gatuar shpesh në kuzhinë dhe realisht është një kombinim shumë i shijshëm, po. Sepse ka një kombinim të drithrave të ndryshëm dhe të legumeve. Çfarë e bën më pas, kombinimin e këtyre dy proteinave, dy aminoacideve le të themi esenciale, i kompleton dhe bën 900 e plot. E kuptoj. Përveç kësaj, patjetër që ka dhe ato mineralet si magnez, karbohidrate që na nevojiten për funksionimin më të mirë të trurit ton, sepse nuk mund të funksionojmë vetëm me një makroelement në një kohë të caktuar, pra kemi nevojë për kompleksitetin e plot të tyre. Patjetër që përveç se supës orientale që përban drithra, kompania Neranzi sjell edhe formate të ndryshme të drithrave. Në fakt hikra është një prej atyre të preferuarave të mia, ka nga më të ndryshme në fakt për të zgjedhur, pra nuk është vetëm një alternativë, por unë e preferoj hikrën shumë sepse në krahasim nga të gjithë drithrat e tjera, ajo ofron një bum shumë të madh me minerale ushqyese. Pra, duhet të kemi në konsiderat diçka. Ushqimet këto janë, ne nuk është se shpikim gjërat e reja për këtyre ushqimeve dhe patjetër që secili ka një funksion në metabolizmin ton, por nuk është le të themi një pilul magjike që nëse konsumon këtë ushqim të caktuar ka për të zgjidhur kjo problematikë. Sepse patjetër që faraçia, siç e përmendëm, kanë sasi të lartë të fibrave, legumet kanë sasi të lartë të fibrave, por nuk bëjnë vetëm këtë veprimin e sistemimit të zorës florës intestinale, le të themi. Pra kanë dhe omega 3 për shëndetin e trurit, kanë dhe vitamina dhe minerale të rëndësishme për prodhimin e energjisë, siç është ATP-ja, pra në qelizën e në organelin e mitokondrisë, merr pjesë në ciklin e Krebsit e tjerë për frymarrjen qelizore. Pra janë një kompleksitet i gjërave shumë, le të themi, të thjeshta, por edhe komplekse, të cilat trupi jon ka nevojë. Pra, e thënë shkurt, siç e thot populli, bëjnë mirë. Po, na bëjnë mirë. Na bëjnë mirë. Pra, konsumojeni. Këto që thua ti është pamundur që ne ti mbajmë mend. E rëndësishme është që janë super të ushqyeshme dhe duhet ti kemi pjesë të dietës tonë javore. Pra të bëjmë një kalendar, do të ishte e shëndetshme. Pra nga e hëna në të diel, çfarë nuk duhet të mungojë dhe pa u stresuar, thjesht të bëjmë pazarin e dur. Ti kemi aty dhe ti alternojmë gjatë gjithë vakteve të një jave të plotë dhe kështu jemi të kompletuar. Po. Është dhe ide mirë në fakt, sepse shpesh e praktikoj edhe vetë, pra mund të kombinoj një legume, zakonisht qishrat janë
më tepër të përdorura nga unë, me hikrën dhe praktikisht i gatuaj që të dyja dhe i lë në frigorifer, duke përdorur më pas sa gram dua për secilës ose sa lugë gjelle duke i krahasuar. Ne në fakt për sa i përket sasive të fibrave kemi nevojë për rreth 25 deri në 30 gram sasi fibrash ditore për të rriturit, ndërsa për adoleshentët është diku tek 19-25 gram sasi totale e fibrave. Çfarë duket si shumë, por nuk është shumë, sepse vetëm me një lugë gjelle të farave të lirit, ne mund të marrim 3 gram fibra. Dhe është një sasi goxha relativisht e lartë, duke na sjellë edhe omegat e famshme. Për të marrë sasi të lartë të fibrave, ne nuk kemi vetëm këto ushqime, sepse këto janë dieta jonë bazike, le të themi, sepse këto produkte shpesh kanë qenë pjesë e shportës për, le të themi, familjet e varfra, por që tashme janë të rëndësishme për vlerat ushqyese që kanë. Kemi dhe alternativat të tjera, siç është dhe inuline, që unë e kisha në fakt dhe në emisionin e kaluar. Është një produkt i ri që kompania Neranzi e ka futur dhe është, le të themi, një nga më fantastikët që mua nuk më mungon asnjë ditë, sepse vjen nga cikorja, pikë së pari, dhe cikorja është një bim dhe një rrënjë shumë e mirë, duke na furnizuar me një fibër gjysmë të tretshme që nuk vetëm rrit masën gjelatinoze, pra nuk vetëm e zbut feçen, sepse për personat që kanë probleme, për individët që kanë probleme me hemoroidet, problemi është fortësia e feçes dhe fibrat e zbusin, fibrat e tretshme le të themi. Fibrat e tretshme e zbusin atë masën e feçes duke e bërë procesin e jashtëshitjes më të lehtë dhe duke mos i krijuar më pas shqetësime. Për raportin e fibrave të tretshme dhe fibrave të patretshme duhet të kemi parasysh duhet të marrim në konsiderat një raport 1:3. Pra, 1/3 e sasisë totale të fibrave që është 30 gram, pra 10 gram duhet të jetë fibrë e patretshme dhe 20 gram duhet të jetë fibrë gjysmë e tretshme, për të pasur një balans të mirë. Pra, rritje të masës, për të pasur një, le të themi, proces jashtëshitje të shëndetshme, por edhe shëndeti i saj, pra butësia, për mos të krijuar konstipacione ose ndryshe në shprehet popullore kapslëk. Dhe inulina është shumë e mirë për ta bërë këtë punë, duke qenë se është një prebiotik shumë i mirë, e cila ushqen bakteret e mira të zorës së trashë. Si e përdorim ne inulinën, meqenëse është një produkt i ri? Ne kemi sjellë në këtë studio, po gjithmonë duhet marrë parasysh që dikush po e dëgjon për herë të parë dhe shef një kavanoz, një ambalazh me një pluhur brenda. Atëre, do të ta marr. Po, mund ta marrësh patjetër. Është një plur i bardhë, le të themi, e cila praktikisht mjafton vetëm të përdorim njësi matse, një lugë gjelle, që është praktikisht diku tek 5 gram, 7 gram, më e shumta, e tretur në një gotë me ujë, e tretur në një gotë me qumësh, e tretur në kostin e mëngjesit që ha me frutat e thata, dhe nuk është se ka një shije shumë specifike. Pra, le të themi, është parafërsisht një shije neutrale, mund të vi parafërsisht një shije shumë e lehtë e qumshit pluhur të kombinuar me një mente organike shumë të lehtë. Pra, ka një shije të veçantë, e cila nuk është e pakëndshme për të konsumuar. Dhe përveç inulinës, sepse flasim për fibrat, patjetër kemi edhe mënyra tradicionale, pra ato çfarë gjyshet tona dhe nënat tona gjithmonë e kanë sugjeruar dhe çfarë nuk kanë bërë gabim në fakt, sepse realisht pa e ditur shpjegimin shkencor, kanë bërë gjën e dur në atë kohë për të shëruar ose për të kuruar, le të themi, kapslëkun, dhe bëhet fjalë pikërisht për kumbullat e thata, pra për frutat e thata, si kumbullat apo kajsit. Kryesisht kumbullat e thata. Ato gjithmonë në momente kur kemi qenë, le të themi, kemi pasur problematike me jashtëshitjen, na kanë dhënë të pimë ose komposto kumble, ose kumbullat të zjera, ose për t'i ngrënë ato në formë fruti të freskët, ose kumbullat të thata. Kjo ndodh sepse kumbullat e thata dhe kajsit e thata nga ana tjetër, përveç sasive të larta të fibrave, kanë dhe një sheqer i cili është sorbitoli. Sorbitoli në metabolizmin tonë, në zorën tonë të trashë, ka një efekt laksativ. Efekti laksativ është thjesht efekti i cili detyron zorët tona, peristaltikën e zorës së trashë, të lëvizin më tepër, pra ato lëvizjet para mbrapa të një firzamonike, le të themi, nëse e vizualizojmë si një mënyrë të tillë, ndodhin më shpejt duke detyruar, le të themi, jashtëshitjen të dalë më shpejt ose kapslëkun të lehtësoj kapslëkun. Dhe patjetër që janë shumë të shëndetshme. Kemi edhe mollën e thatë, se sa marrim pozitë kuptova që jemi në fundin e minutatit. Kemi diku te 2 minuta, besoj mjaftueshëm për të përmendur çfarë na ka mbetur, po. Kemi edhe mollën organike, është një çaj, le të themi, është një mollë e thatë, e cila në momentin e zjerjes, ajo lëshon një, le të themi, një
produkt, lëshon një element e cila është pektina. Në lëkurën e saj, shpesh dhe përsëri gjyshet tona, nënat tona, se aty vim përsëri. Po, ta mendosh në fakt, një shkollë më vete janë? Po, pra herës kur kemi qenë vegjël, mund të mendonin çfarë janë duke na bërë këto, pse na japin këtë gjë, por që ja... Ka patur bazat e veta të vërteta, të cilat shkenca na i konfirmon tani. Dhe molla e thatë nga kompania Neranzi e paketuar në këtë format, në formën e çajit, dhe shumë e lehtë duke qenë se dhe nuk oksidohet fruti ndryshe nga lëkura, siç mund ta presim mollën dhe të mbajmë lëkurën, dhe ajo do oksidohet, do i humbi vlerat ushqyese. E sjell në këtë version nga kompania Neranzi, është shumë e thjeshtë, shumë praktike për të përdorur, e tretur në pakujt të ngrohtë për të lëshuar të gjithë pektinën, që është ajo fibra tipike e lëkurës së mollës, duke na lehtësuar më pas dhe ato simptomat dhe duke na lehtësuar procesin e jashtëshitjes. Kemi lënë, domethënë tani jemi në fund, mund thjesht i përmendim se besoj efektet i kuptuam se cilat janë. Pra amaranth, hikër, kuskus, elb, pra janë të gjitha drithrat të cilat kanë sasi të lartë të vitaminave, kanë sasi të lartë të mineraleve, por edhe të këtij elementi të fibrave, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin e zorës së trashë. Dhe misri, shpesh tashme në këtë sezon kemi kudo misër, është tamam sezoni i misrit dhe duhet konsumuar për hir të faktit se përveç se përmban dhe një sasi goxha të konsiderueshme të vitaminës D, dhe vitamina D është një pararendës i shumë hormoneve në trupin ton, por dhe është një fibër shumë e mirë e cila na furnizon me një raport ideal të fibrave të patretshme, por dhe fibrave të gjysmë të tretshme në sistemin tonë gastrointestinal. Pra të gjitha këto produkte praktikisht janë ideale dhe shumë të nevojshme për ata individ, për ato gra ose burra të cilat kanë probleme me hemoroidet. Por mos harroni të vizitojnë tek mjeku i dur, tek proktologu, sepse zakonisht i drejtohemi mjekut kirurgu të përgjithshëm, por proktologu është ai që mund të japi një diagnozë të saktë. Patjetër. Alkend, informacione shumë të vlefshme dhe të falenderoj që i ndave me ne sot dhe me publikun tonë. Mirësh në studio, të presim me shumë dëshirë. Tani kemi publicitet.